Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Në ditën botërore të luftës kundër HIV/AIDS, mjekët infekcionist theksojnë rëndësinë e parandalimit, testimit të hershëm dhe trajtimit të rregullt, të cilat shpëtojnë jetë. Zonat rurale të Gjirokastrës po kthehen në destinacione të preferuara për turistët e huaj. Së fundmi, çifti holandez Thomas dhe Aneli Esoels kanë zgjedhur të qëndrojnë në bujtinën e familjes Shuaipaj në fshatin Asim Zeneli për të shijuar natyrën, bukuritë e zonës dhe jetën rurale autentike. Në një kohë kur shumë fermerë po e braktisin profesionin Asim Banushaj nga Nepravishta, vazhdon të mbajë gjallë pasionin për blegtorim prej 32 vitesh. Ai është shembull i përkushtimit, por edhe i sfidave të vazhdueshme me mungesën e fuqisë punëtore. Familja Çaparo në Konispol merret prej 6 vitesh me kultivimin e ullinjve, edhe pse prodhimi si vjet është më i ulët, ullinjt e mbledhur shkojnë për nxjerrjen e vajit, i cili më pas tregtohet. Me këtë punë, kjo familje përpiqet të sigurojë jetesën dhe të vazhdojë traditën bujqësore në zonë. Ju njohim tani më gjerësisht. Në ditën botërore të luftës kundër HIV/AIDS, mjekët infekcionist theksojnë rëndësinë e parandalimit, testimit të hershëm dhe trajtimit të rregullt, të cilat shpëtojnë jetë. Mjekja infekcioniste Esmeralda Meta thekson se më të prekurit janë kryesisht personat mbi 14 vjeç, të cilët trajtohen në shërbimet për të rritur. Në ditën botërore të luftës kundër HIV/AIDS, mjekët infekcionist kujtojnë se parandalimi, testimi dhe trajtimi shpëtojnë jetë. Mjekja infekcioniste në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë, Esmeralda Meta, u shpreh se HIV nuk është një dënim dhe menaxhohet me sukses kur diagnostifikohet herët dhe trajtohet rregullisht. HIV/AIDS është një ndër sindromat madhore infektive që po bën mbi 3 dekada tek ne. Është ndër sëmundjet me peshë, qoftë mjekësore, qoftë sociale, qoftë familjare madhore. Në shërbimin tonë trajtojnë adultët, grup mosha mbi 14 vjeç. Dhe ajo që ne vëmë re është që është popullata aktive më shumë predominuese me këtë sindrom. Është sëmundje që nuk prek një individ, nuk prek partner, nuk prek një familje. Që ne vëmë re. Sipas mjekes, mesazhi më i rëndësishëm në këtë ditë është kryerja e testeve depistuese, veçanërisht grupet e reja të moshës dhe kategoritë në rrezik, duke qenë se ende nuk ekziston një vaksinë kundër HIV-it. Mesazhi i rëndësishëm është testimi, skrinimi i moshave të reja dhe i grupeve në risk. Që do të thotë, ofrimi i testimit të HIV-it në Shqipëri është kudo, është në spitale, është në njësitë vendore të kujdesit të shëndetësor, skrinimi i grave shtatzëna për evidentimin e hershëm, trajtimin dhe parandalimin e transmetimit. Këshillimi me mjekun specialist në çdo moment. Në shërbimin tonë ofrohet konsulenca me psikologët dhe punonësit social, sepse nuk është problem individual, është problem familjar, është problem social që kërkon jo vetëm trajtimin medikamentos, por kërkon dhe suportin psikologjik, kërkon dhe suportin social. Vendi jonë raportet në të njëjtat raporte si në vendet e rajonit. Mjekët rikujtojnë se ndërgjegjësimi, edukimi dhe qasja e rregullt ndaj shërbimeve shëndetësore janë mënyrat më të mira për të ulur numrin e infeksioneve dhe për të mbështetur personat që jetojnë me HIV. Në Këlqyr, vaksinimi kundër gripit po rezulton efektiv në uljen e virozave sezonale. Mjekët e qendrës shëndetësore 24 orë që bëjnë të ditur se rreth 600 qytetar kanë marrë tashmë vaksinën, ndërsa u bën apel të gjithë banorëve që të mos neglizhojnë këtë masë mbrojtëse. Vaksinat e gripit kanë sjellë ndikim pozitiv në uljen e rasteve me viroza të stinës në zonën e Këlqyrës. Mjekja pranë qendrës shëndetësore Entela Ibrahimi bën të ditur se deri tani rreth 600 persona kanë kryer vaksinën kundër gripit. Është shtuar numri i të vaksinuarve për grup moshat e mëdha që janë grupet më vulnerabël për sëmundjet bashkëshoqëruese. Sepse në këtë situatë që jemi duke e marrë me prevalencën dhe incidencën e vitit të kaluar, kemi filluar që të ketë raste më të hershme të gripit stinor dhe ka dhe në variante të tjera të Covidit 19. Por për momentin jemi jo në prag piku. Pranë qendrës tonë shëndetësore janë kryer rreth 600 të vaksinuar, të cilët
janë më shumë moshat, siç e tham, të grup moshave të riskuara, të sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve diabetike, sëmundjeve të tjera bashkëshoqëruese. Dhe kanë qenë më të interesuar se sa vitin e kaluar për të kryer këtë vaksinë. Sipas mjekës, vaksinimi antigrip mbetet mënyra më efektive për të shmangur komplikacionet e sëmundjeve sezonale dhe për të mbrojtur grupet më të rrezikuara të popullatës. Duhet të ndërgjegjësohen dhe u bëhet apel gjithë popullatës që ta kryejnë, neve të mos i lëmë në ares, duhet që të paraqitet pranë mjekut. Në një sezon kur virozat po qarkullojnë me intensitet, vaksinimi mbetet arma më e mirë mbrojtëse për komunitetin. Platforma e-Albania vë në dispozicion një shërbim të ri elektronik i cili u mundëson studentëve dhe ish studentëve të informojnë dhe të verifikojnë online në kohë reale numrin e tyre të matrikullimit. Ky numër unik është i domosdoshëm për një sër procesesh administrative dhe akademike. Përmes shërbimit informacion mbi statusin e numrit të matrikullimit, përdoruesit mund të kontrollojnë lehtësisht nëse numri i tyre është aktiv në proces verifikimi apo është refuzuar. Shërbimi ri synon të rrisë transparencën dhe të thjeshtësoj procedurat, duke shmangur paraqitjen fizike pranë institucioneve arsimore. Numri i matrikullimit shërben si element kyç për verifikimin e statusit të studentit, aplikimet për punë, proceset pranë universiteteve dhe saktësimin e të dhënave akademike. Fal këtij shërbimi elektronik, studentët përfitojnë akses të menjëhershëm në informacionin e tyre personal akademik, duke kursyer kohë dhe duke lehtësuar komunikimin me institucionet. Shërbimi mund të aksesohet përmes portalit zyrtar të e-Albania në seksionin dedikuar të arsimit. Zonat rurale të Gjirokastrës po kthehen në destinacione të preferuara për turistët e huaj. Së fundmi, çifti holandez Thomas dhe Aneli Soels kanë zgjedhur të qëndrojnë në bujtinën e familjes Shuaipaj në fshatin Asim Zeneli për të shijuar natyrën, bukuritë e zonës dhe jetën rurale autentike. Gjatë qëndrimit, ata janë shprehur të kënaqur me mikpritjen dhe ambientin e qetë të fshatit, duke vlerësuar eksperiencën e paharrueshme që ofron kjo zonë. Zonat rurale të Gjirokastrës po kthehen në destinacione të preferuara për turistët e huaj. Vizitorët vlerësojnë natyrën, qetësinë dhe traditat që ofrojnë fshatrat e zonës. Së fundmi, çifti holandez Thomas dhe Aneli Soels kanë zgjedhur të qëndrojnë disa ditë në bujtinën e familjes Shuaipaj në fshatin Asim Zeneli. Qëllimi i tyre ishte të shijonin bukuritë natyrore dhe ambientin autentik rural. Këto janë pushimet tona. Kjo është një kohë e mirë për të shkuar me pushime. Kemi një përvojë shumë pozitive. Kemi qëndruar këtu tashmë 5 ditë. Është perfekte çdo gjë. Qëllimi ynë është të pushojmë dhe të shijojmë qetësinë e fshatit, por edhe të krijojmë vloge dhe përmbajtje për të ndarë me ndjekësi tan bukuritë e kodrave dhe jetën rurale të Shqipërisë. Gjatë qëndrimit, turistët janë shprehur të kënaqur me mikpritjen dhe bukuritë e fshatit, duke vlerësuar jetën rurale dhe eksperiencat që ofron kjo zonë për vizitorët që duan të largohen nga zhurmat e qytetit. Jeta në fshat është e qetë dhe relaksuese. Na pëlqen shumë të shijojmë natyrën dhe ajrin e pastër, larg zhurmës së qytetit. Ne vlerësojmë mikpritjen e banorëve dhe mënyrën e tyre të jetesës, që është më e ngadaltë dhe më e qetë. Kjo na jep një eksperiencë të veçantë dhe të paharrueshme. Është një eksperiencë ndryshe nga jeta urbane. Fshati ka një atmosferë autentike dhe çdo ditë këtu është një mundësi për të rilidhur me natyrën dhe kulturën lokale. Eksperienca e këtij çifti holandez tregon se zonat rurale të Gjirokastrës po bëhen gjithnjë më tërheqëse për turistët e huaj. Bukuritë natyrore, mikpritja e banorëve dhe atmosfera autentike e fshatrave ofrojnë një përvojë të paharrueshme dhe motivojnë vizitorët të rikthehen sërish. Reshjet e dendura të shiut kanë sjellë vonesa të mëdha në mbjelljet sezonale në zonën Nepërmetit. Agronomi Robert Stefanidi thotë se sipërfaqet e kultivuara janë përgjysmuar, ndërkohë i apelohen për kujdes të shtuar nga fermerët, të cilët rrezikojnë prodhimin më të ulët në këtë sezon. Reshjet e dendura të shiut kanë shkaktuar vonesa të konsiderueshme në mbjelljet sezonale në zonën e Përmetit. Sipas agronomit Robert Stefanidi, sipërfaqet e mbjella këto vit janë përgjysmuar krahasuar me vitin e kaluar. Po për momentin dhe situata është një çik më e vështirë nga vitet e tjera, sepse ka patur reshje të shumta që kanë ndikuar negativisht si për punimin, kullimin e arave të tjera.
Për shembull, mbjellja e grurit është pak më poshtë nga vitet e tjera sepse lagështira ka bërë punën e saj dhe interesi detyrimisht është më i ulët nga vitet e tjera. Megjithatë, shpresojmë që koha ta hapet dhe të kemi mbjellje të reja, sepse sezoni i grurit vazhdon dhe në dhjetor. Është pothuajse domethënë gjysma e prodhimit që kemi shitur vitin e kaluar me si vjet. Domethënë gjysma, nëse fshisnim 6-7 ton grur, domethënë far gruri, si vjet kemi shitur te 3 tonësh. Stefanidi u bën thirrje fermerëve që planifikojnë të kultivojnë kultura sezonale, të tregojnë kujdes të shtuar në trajtimin e tokës. Shikon domethënë punimi i mirë, hedhja e plerave të dur, hedhja domethënë furnizimi i tokës me superfosfat, gjë që është bazë për rritjen e grurit të tëshërës. Në zonën e Përmetit ka një numër të konsiderueshëm fermerësh që kultivojnë kryesisht grur, tërshër dhe kultura të tjera bazë, të cilat këtë vit rrezikojnë të kenë prodhim më të ulët për shkak të kushteve të pafavorshme atmosferike. Bashkia e Konispol ka ndërmarrë masa të rëndësishme gjatë sezonit të vjeljes duke pastruar rrugët e fushave për të lehtësuar lëvizjen e fermerëve. Paralelisht, specialistët e bujqësisë dhe agronomët shkojnë në parcelat për t'u dhënë këshilla profesionale fermerëve me qëllim rritjen e cilësisë dhe sasisë së prodhimit. Bashkia Konispol ka marrë të gjitha masat e nevojshme gjatë sezonit të vjeljes së prodhimit duke ndërhyrë për pastrimin e rrugëve të fushave dhe hapjes së akseve që shërbejnë për transportin bujqësor. Këto ndërhyrje synojnë të lehtësojnë lëvizjen e fermerëve dhe të përshpejtojnë procesin e grumbullimit të prodhimeve. Nga ana e bashkisë gjithmonë në sezonin e vjeljes merren masa sistemim rregullimi rrugëve të fushave që ju vjen në ndihmë fermerëve për të nxjerrë produktin nga parcela deri te pika e grumbullimit. Në të gjithë territorin e bashkisë kemi bërë ndërhyrje në rrugët e parcelave. Më problematike kemi pas pak pjesën e Xarës, po të themi. Përveç infrastrukturës, Bashkia Konispol ka vënë në dispozicion edhe specialistët e bujqësisë. Agronomët së bashku me ekspertët e terenit shkojnë në parcela për t'u dhënë këshilla fermerëve mbi kultivimin, mbrojtjen dhe menaxhimin e prodhimit me qëllim rritjen e cilësisë dhe sasisë së tyre. Bashkia gjithmonë është e gatshme dhe ka shkuar në parcelë të fermerët me agronomin, shikojnë pemët, në qoftë ka apo jo problematik dhe gjithmonë i kemi ndihmuar, domethënë me udhëzime, me ndimin e agronomit për mbarvajtjen e pemës. Në këtë mënyrë, Bashkia e Konispolit synon të mbështesë plotësisht fermerët gjatë sezonit të vjeljes, duke u ofruar infrastrukturë më të mirë dhe asistencë profesionale në terren. Ndërhyrjet në rrugë dhe këshillimi i vazhdueshëm nga specialistët e bujqësisë pritet të ndikojnë drejt për drejt në rritjen e prodhimit dhe në një proces më efikas të grumbullimit, duke i dhënë një shtysë të rëndësishme zhvillimit bujqësor në zonë. Në një kohë kur shumë fermerë po e braktisin profesionin, Asim Banushaj nga Nepravishta vazhdon të mbajë gjallë profesionin në blegtorisë prej 32 vitesh. Ai është shembull i përkushtimit, por edhe i sfidave të vazhdueshme me mungesën e fuqisë punëtore. Në fshatin Nepravisht, prej më shumë se 3 dekadash, Asim Banushaj ka ndërtuar një histori suksesi në bujqësi dhe blegtori, që në vitin 1993 ai është përkushtuar rritjes së gjedhit, deleve, derave e të tjerë, duke zhvilluar një fermë duke u renditur ndër më të konsoliduarat në zonë. Më përpara kam mbarështruar rreth 15-20 kre lop, tani kam paksuar, kam 10 kre lop, kam edhe 5 mushqera për rimont dhe kam 20 kre rëdhën, kam e pak dosat edhe pula. Këtë e në malli. Vitet e fundit, Banushaj ka eksperimentuar edhe me raca të reja, gjedhi të sjella nga jashtë me qëllim rritjen e produktivitetit. Unë faktikisht lopët i kam racë gjes, që janë lopë me kapacitet mesatar prodhimi, 15 dhe 20 litra qumush për lopë. Ai thotë se gjithmonë ka qenë i përqendruar tek prodhimi bio. Unë dhe ne fshatarët zakonisht se përdoret termi bio. Ne fshatarët e mësuar që ne të jetojmë me prodhimet tona. Përderisa jetojmë në fshat, do të thotë që s'kem se të blej mish në treg. Sepse jo se mund të akuzoj ndokon tek mishi që ata tregtojnë, por unë kam mishin tim edhe realisht edhe kam mbarëshuar dhe derat, kam pasur 27 kërë dosa, unë pavarësisht që i paksova tani.
Mungesa e fuqisë punëtore mbetet problem kryesor me të cilin Asimi dhe 10 fermerë të tjerë në zonë përballen çdo ditë. Se ne na kemi mungesë fuqisë punëtore. Gjëja kryesore e fermerit është mungesa e fuqisë punëtore. Unë jam 72 vjeç sot. Dhe gjithë të punë që ti shikon këtu ka kaluar në duart e mia. Po jam i detyruar të angazhoj grua, të angazhoj njerëz të tjerë nga familja ime, se si vjen njëri, pagoj sa dush. Është punë shumë e lodhshme dhe fuqia punëtore është e braktisur. Janë fuqia punëtore të kurrë, rinia është larguar. Megjithatë, Asim Banushaj mbetet i vendosur të vazhdoj punën në toka dhe fermën e tij, duke e konsideruar bujqësinë një mënyrë jetese. Familja Çaparo në Konispol merret prej 6 vitesh me kultivimin e ullinjve. Edhe pse prodhimi si vjet është më i ulët, ullinjtë e mbledhur shkojnë për nxjerrjen e vajit, i cili më pas tregtohet. Me këtë punë, kjo familje përpiqet të sigurojë jetesën dhe të vazhdojë traditën e bujqësisë në zonë. Familja Çaparo në Konispol merret me kultivimin e ullinjve prej 6 vitesh. Rozina Çaparo tregon se kujdeset me përkushtim për pemët dhe prodhimin, duke ndjekur të gjitha proceset e nevojshme për të siguruar cilësinë e tyre. 2 vjeçar janë këta të vegjëlit, ata janë 5 vjeçar të mëdhenj. Se s'kemi me se të mirremi, s'kemi toka për manderinën për kështu. Prandaj, një spërkatje do edhe vaditi asnjë gjë tjetër. Prandaj zgjodhëm këtë. Me vështirësi të madhe. Sa rrënjë ullinj keni në total këtu në këtë tokë? Jam paka shumë do jenë deri në 700. Tashmë ka ardhur koha e vjeljes ullinjve. Edhe pse prodhimi si vjet ka qenë më i ulët se vitet e tjera, familja Çaparo nuk ndalet. Ullinjtë e mbledhur shkojnë për përpunim, ku nxiret vaj, i cili më pas do të shitet në treg. Gara strategjisë, vetë i blet, se nuk janë për forca punëtore tani janë të vegjël. Si është prodhimi si vjet i ullinjit? Prodhim si vjet njerëzit edhe kanë, ne nuk kemi. Këtë vit s'kemi. As vjet se janë të vegjël. Pas 7 vjetëve dhe kanë shumë prodhim kiloj ulliri. E vilni tani çfarë bëni? E çoni për vaj. Ja, u kam filluar dje fillova, për herë të parë dje. Nga kiloj ulliri një herë. Për herë viti ditë ki ka bën kaq. Sa varietete ulliri shkeni? Një lloj, këtë kemi ne koronekut. Vetëm këtë. Është vetëm për vaj. Vetëm për vaj. Si e ka cilësinë vaji? E ka shumë të mirë ki lloj vaji, prandaj morëm se ki vetëm ne. Sidomos ki lloj vaji, këtij ulliri jep më shumë kështu, i shumë i mirë si një në kohën e parë që thosh nargile. Ki lloj ulliri. I shëndetshëm, bio. Sidomos ki joni që s'ka spërkatje rasti gjë këtë vit. Me këtë punë familja synon të sigurojë jetesën e tyre dhe të përballojë nevojat e përditshme. Përkushtimi dhe puna e tyre në ullishtet e Konispolit është shembull i një tradite bujqësore që lidhet ngushtë me jetën dhe ekonominë e zonës. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë miru pafshim.